Trump sinjalizon përparim të madh me Japoninë për sa i përket bisedimeve tregtare. Presidenti Donald Trump tha se Shtetet e Bashkuara dhe Japonia kanë bërë përparim të madh në bisedimet që synojnë të shmangin tarifat e mëdha që ai ka premtuar se do t'i vendosë Tokios, raportoi agjencia e lajmeve Anatolia Agence. Një nder i madh të takohem sapo me delegacionin japonez për tregtinë, përparimi i madh ai në një postim të shkurtër në rrjetet sociale pas përfundimit të bisedimeve. Më herët, Trump kishte thënë se do të merrte pjesë personalisht në bisedime, të cilat sipas tij do t'i trajtonin gjithashtu në mbështetjen ushtarake që SBA i ofron Japonisë dhe atë që ai e quajti drejtësi tregtare. Shtëpia e Bardhë ka deklaruar se 10 vende janë përpjekur të negociojnë me Shtetet e Bashkuara për shmangur tarifat mbi nivelin bazë për 10% të vendosur nga Trump më herët këtë muaj në vendet në mbar botën. Japonia u godit me tarifa 24% sipas politikës reciproke të tarifave të Trumpit, ndosë ajo dhe shumë vende të tjera morin një shtytje 90 ditore për zhvilluar negociata. Megjithatë, tarifa bazë për 10% mbeten të fuqit gjatë gjithë kësaj periudhe kalimtare. Pavarësisht tonit optimist të Trumput, nuk është e qartë nëse u arrit ndonjë përparim i madh gjatë negociatave të së mërkurës. Detajet të tjera mbi takimin nuk ishin menjëherë të disponueshme.